أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sot është tema e 18, me thonë, duke pas parasysh se gjumave nuk I majnë, edhe një ditë, me thonë, një zavendësim që ka ndodhur, kemi arrit të flasim për 18 virtyte prej virtyteve të moralit islam. Sot do të flasim për virtytin e faljes dhe zemërgjërësisë. Që do me thonë falja, se në Shqip I themi edhe namazet me e falë, po I themi edhe kur dikush gabon, mja fal gabimin. Do me thonë, është për qëllim kjo e dita. Do me thonë, kur dikush gabon diçka ndaj teje, virtyt është, do me thonë, është cilësi shumë e mirë dhe e lartë e moralit islam, e karakterit të muslimanit që me e falë. Pra falja është të heqësh dorë nga ndëshkimi I gabimtarit, ndërsa zemërgjërësia, që arabisht saf I thënë, është të heqësh dorë nga qortimi I tij. Pra edhe mos me dënua që ka bënë gabim ndaj teje, po edhe mos me qortu ato që ka bënë gabim ndaj teje. Dhe Allahu subhanahu wa taala, kjo në arabisht quhet afu. Ndoshta I keni ndëgjuar shpesh, domethënë edhe xhamati thotë Allahu af dhe makfiret e ban. Me një vav është fund, afun. Domethënë kjo quhet këtë Allahu subhanahu wa taala që këtë cilësi e ka urdhnu edhe e do, edhe vetë është falës Allahu subhanahu wa taala. Edhe e do, domethënë që mes nesh ne t'ia falim njëri tjetrit kur në me thonë, kur ki mundësi me qunë vend, se do njëherë falja vjen si rezultati mos pasjes mundësi për me zbatu dënimin. Kjo nuk ka falja, kjo është dobësi. Ama ki mundësi, për shembull, ki fuqi me ja fal dikujt që ka bën një gabim dhe ti ja fal, kjo është virtyt shumë I lartë. Ndërsa ndëshkimi është drejtësi. Kjo është diçka përmi drejtësi. Dikush e ka bën gabimin e caktuar, e merë dënimin e vetë, nuk ja falë kërkush, kjo drejtësi. Për shembull, hesapet ndërmjet njerëzve, ka hesapet ndryshme. Dikush të ka bon një dam, ta mshon dikush pak, do me thonë, me kërë drejtësia është që ajme ta paguajt. A falja, kjo diçka, do me thonë, përmi drejtësin, kjo është virtyt, kjo vlerë. Kjo është vlerë. Pa të mundësi, mirë është, më thonë, për çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vini tek unë, më thonë, falja një njëri tjetrit përpara se të vini tek unë dhe ti parashtroni çështjet dhe problemet që I keni mes jush. Se kur të vini te unë veç mo duhet me zbatu masën e drejtësinë. Kur të vije puna për shembull deri te gjykatësi, atëherë mo duhet me zbatu drejtësinë. Nuk është keq edhe drejtësinë me zbatu. Mirë, po kjo është diçka më e lartë dhe më e vlefshme. Prandaj Allahu e urdhnon këtë gjë. Thotë në Kur'an, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin." Thotë Allahu, merre ti virtytin e faljes. Nuk ka thonë bëhu falës, po merre faljen dhe me letjetë pjesë e personalitetit dhe sjelljes tënde. Urdhënon të mirën dhe hiq ju xahilave, ignorantëve. Do të thonë leja ato, hek dorë prej tyre, mos u merr me ta. Khudhil afwa, merre faljen. Pra merre dhe këtë virtyt ta bësh pjesë të personalitetin tënd. Urdhëro në punë të mira dhe largohu prej ignorante. Kjo është ajeti ku Allahu subhanahu wa taala urdhnon që ne, domethënë, ta zbatojmë fjalën. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, "Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir." Falni dhe tregohuni zemërgjër derisa të vijë urdhni I Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala ka fuqi për gjithçka. Dhe gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, "Fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin." Fal atyre dhe tregohu zemërgjër, dhe me thonë ndaj gabimeve të tyre, se me të vërtetë Allahu I do ato të cilët bëjnë mirë. Në një ajet ka thonë fasfahi safhal jamil. Falva me një falje të bukur. Këshine, 3 gjona ka falje dhe ka falje të bukur. Ka sabër dhe ka sabër të bukur, dhe ka bojkot dhe ka bojkot të bukur. Çfarë më thon kjo? Mund është ti me bo sabër për një punë.
Mi po ka sabrën edhe ka sabër të bukur, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Çka është dallimi midis sabrit dhe sabrit të bukur, faljes dhe faljes së bukur si e ka përmendur Allahu në Kur'an? Dhe hexhri është me u distancu nga dikush. E shef që nuk shkon i rinë distancë, hexher quhet. Ka distancim dhe distancim të bukur. Nëse falja bëhet, do të thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, durimi i bukur, sabri i bukur është ai që nuk shoqërohet me asnjë ankesë. Ka ndodhur diçka, ke bë sabër, ama nuk kahesh hiç. Nuk e shpreh asnjë ankesë. Që kjo është durimi i bukur. Ka dikush bën sabër, ama ka pak edhe ankohet. A durimi i bukur është mos mu anko hiç. Ndërsa falja e bukur është ajo që nuk shoqërohet me asnjë lloj qortimi. Ta bën dikush e bën një gabim ndaj teje dhe ti sikur mos me pas ndodh. Asnjë lloj qortimi, as me si nuk e shikon keq. Ndërsa largimi i bukur ose distancimi i bukur nga dikuj që quhet hexher, se ka dhënë një herë me dikant ndoshta ki raporte shumë të afërta. Mirë, ama e shef që nuk është e dobishme, është e dëmshme për ti, për fenë tënde, atëherë e distancon. Ama nuk e dikush distancohet, çdo me ne distanco vëlla, s'është problem. Ne selam do japna, do bëjna mohabet, nuk i bëjna. Ama distancimi zakonisht kur bëhet ndaj dikujt, njëna pali ban dam tjetrës. Distancimi bukur quhet kur distancohesh nga dikush, ama asnjë lloj lëndimi dhe dëmi nuk ja bën personit nga i cili distancohesh. Se zakonisht njerëzit kur vendosin mu distancu nga dikush, pa ja bën dini të keqe, nuk e le. A fol mas shpine, a bën këta, ja prish një puna, domethënë kjo quhet distancim i bukur. Shtash grada më e lartë e virtytit të faljes dhe zemërgjërsis është, domethënë, kur fal dhe nuk e shoqëron faljen me asnjë lloj qortimi, me asnjë lloj qortimi. E thash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shumë hadithe që shokët e vet sahabët, po edhe umetin islam i ka nxit që këtë cilësi, domethënë, me përvetësu. Ka thonë pejgamberi sallallahu një prej haditheve, për shembull Ukbe si ka thonë, Ukbe ibn Amir, i ka thonë Ukbe, mbaj lidhjet me ata që i shkëputin lidhjet me ti. Jepi ati i cili të ka privuar, nuk t'jep. Dhe fali ata që të kanë bën padrejti. Kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala në shumë vende në Kur'an i përfundon ajetet kuranore duke treguar se Allahu është Afuf, është cilësia e Allahut. Pra emri i Allahut është një prej emrave, se Allahu subhanahu wa taala ka emrat e tij të bukur që ne duhet ta adhurojmë Allahun përmes këtyre emrave. Një prej këtyre emrave të bukur është El Afuf, siç e përmenda në fillim. Falësi. Është falës. Allahu subhanahu wa taala për shembull në Kur'an thotë inna Allaha kana afuwan ghafura. Allahu është falës, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at. Allahu është ai i cili e pranon tobën prej robërve të tij dhe i fal gabimet. Wa ya'lamu ma taf'alun, dhe e di atë që e punon. Aisha radiallahu anha kur e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha, nëse unë e takoj natën e Kadrit, çfarë duaje të them? Tha, thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Pra falja është prej Allahut nga robërit, Allahu e do faljen në kuptim, Allahu e do faljen, më thonë Allahu do që neve me na fal, ama puna është ne a dojna me na fal Allahu subhanahu wa taala. Sa Allahu nuk i fal ata të cilët nuk duan faljen e Zotit. Allahu e do faljen në këtë kuptim. Po Allahu e do faljen edhe mes njerëzve, që njerëzit, se ne çish e adhurojmë Allahun përmes emrave dhe cilësive të tij. Për shembull, Allahu është Rahmanur Rahim, Allahu është i mëshirshëm, edhe ne duhet me qenë mëshirshëm me njëri tjetrin. Allahu është falës, edhe ne duhet me qenë falës me njëri tjetrin. Allahu subhanahu wa taala është Sittir, që i ambulon njerëzve të metat, edhe ne duhet me ambulon njëri tjetrit të metat. Kështu është, kjo është kuptimi i adhurimit të Allahut përmjet emrave dhe cilësive të tij. Por çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i ka 99 emra, 100 pa një. Kush i mëson dhe punon sipas tyre, kush i mëson dhe punon sipas tyre hin xhenet. Se kur ta këshirisht i krejt ato
cilësitë e mira janë, domethënë ajo feja e vërtet nxirret nga kuptimi i emrave të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala atë shumë e do faljen sa që nuk ka gjuna që nuk e falë. Thot, është një ajet për të cilën dietarët thënë është ajeti më shpresëdhënës në Kur'an. Nëse do e lexon krejt 6200 e kusur ajete sa janë, do me gjetë cili ajet është më shpresëdhënës, është ajeti ku Allahu ju premton gjunaqtarëve falje. Thot, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Thuaj, o robërit e mi të cilët e keni tepëruar me gjunahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu i fal të gjitha mëkatet nëse ju pendoheni. Kretë, për qatë sahabët, para se me pranu islamin, ka pas për e tyre që i kanë voroz vajzat e tyre të porsalindura, ka pas për e tyre që i kanë adhuru gurin edhe drunin, ka pas për e tyre që i kanë bo vrasje, ka pas për e tyre që i kanë bo kretë zezat. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala krejt ata në ka fshin. Bile, jo vetëm që i fshin të këqijat, kush pendohet me një pendim të sinqert, edhe ja nis me bo punë të mira, Allahu punë të këqija ja shndëron në punë të mira. I ki bo 1 milion gjunahe, 1 miliard gjunahe. Allahu t'i kthen ato në sevape, nëse ti kthehesh të Allahu, punon punë të mira dhe kërkon falje për Allahu. Që kjo është Allah. Në një hadith kutsi, që ka thot, hadith kutsi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. O biri i Ademit, përderisa ti më lut mua dhe shpreson tek unë t'i fali ti gjunahet pa marrë parasysh çka ke bë dhe nuk më bëhet vonë dhe as pak nuk i kushtoj kësaj, nuk është një punë e madhe kjo. La ubali s'më intereson. O biri i Adem, përderisa ti më lutesh dhe shpreson tek unë t'i fali pa marrë parasysh çka ke bë, thot Allahu subhanahu wa taala në hadith kutsi. Pastaj vazhdon. Ya ibn Adam, o biri i Ademit, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. O biri i Ademit, nëse gjunahet e tuaja mrin lartësinë e qiellit, pastaj bani istighfar. Domethënë istighfar që më thon kërkon falje. Istighfar kërkon falje. Thot ti fali krejt gjunahet dhe kjo dhe as pak s'më bëhet vonë. Dhe e treta, ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qarabiha maghfira. O biri i Ademit, nëse më vjen me gjunahe të mëdha sa toka dhe vjen te unë ama shirk nuk më ke bën, unë do të takoj me po aq falje sa toka. Gjunahi i madh, domethënë çaq falja e Allahut subhanahu. Pra kjo çka tregon se Allahu subhanahu wa taala e do, domethënë e do faljen. Por qatë krejt njerëzit e mirë, krejt pejgamberët, njerëzit e devotshëm, sahabët, muslimanët e mirë, deri në ditën e Kiametit kanë mustolis me këtë virtyt. Për shembull, Kur'an një prej tregimeve më të bukura, të cilin Allahu e ka quajtur tregimi më i bukur, është tregimi i Jusufit alayhis salam. Çfarë kanë bën vllazët e vet shkurtimisht? Vllazët e vet kanë pas, domethënë kanë pas xhelozi se Jusufin, Jakubi alayhis salam, atë si e ka thujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Jusufin, fisniku i birit të fisnikit, të birit të fisnikit, të birit të fisnik. Fisnik është njeri i çmuar, apo? Sa është Jusufi i biri i Jakubit, Jakubi i biri i Isaukut, Isauku i biri i Ibrahimit alayhis. Domethënë, kështu me pas babë babgjishmi i pas këtë pejgamber, njerëz sulale e pastër. Sulale e pastër, prejardhje, familje ose losi, mi thonë. E Jusufin alayhis salam vëllezërit e vet e murën i kishin xhelozi shumë. Edhe ma e dim atë tregimi këtë e keni pa e sa herë më thonë është tregu, po ata kanë ndesh, në me thonë, subhanallah, kanë ndesh me mbyt vllajën e vet. Jo veç çashtu. Në me thonë, për qatë e kanë gjujt në një bunar të shterur, në një vend ku s'kajnë prit ata me kalu dikush. Ato kanë ndesh me emit Jusufin alayhis salam. Edhe Jusufin alayhis salam e merr një karavan.
Domethënë ai ka qenë i vogël e gjujnë aty. Kalon një karavan edhe e marrin edhe e shesin në Egjipt. E marrin një përpara ka pas ai sistemi i robrisë deri në kohën e, domethënë te musliman deri në kohën e Sultan Mehmet Fatiut ka ekzistuar sistemi i robrisë. Mirë, po Islami e ka nxit që me zhduk robrim, pse për çdo gjuna, për çdo gabim, ai ki po ban berreshëm liroje një rob. Domethënë e prish Ramazanin në pikë ditës, liroje një rob. Shumë, domethënë gabime shlyhen nëpërmjet lirimit të robërve në Islam. Edhe Islami e ka zhduk robrin, ama e ka pranuar si sistem në të kaluamën. Atë këto evropian deri në fillim të shekullit 20 ka pas, domethënë që i kanë marrë zezakt, i kanë marrë prej Afrike, në Evropë dhe në Amerikë që i kanë çuar, domethënë deri në shekullin 20, ata janë shumë mas neve. Shumë mas neve se sistemi i robrisë domethënë ka vazhduar. Mirë, sidoqoftë e marrin e shesin. Ja shesin një në punësit të lartë të Firaunit, jo Firaunit vet, po ka qenë ai një lloj përgjegjësi, domethënë sikur me kon tash për shembull ndaj ministrit, se normal ministër, kjo është terminologji, domethënë që është në shtetet moderne, apo. Edhe i ndodh çka i ndodh historia gjatë, sprovat e rritet atje, ajo domethënë sprova me atë grujen e pronarit të vet, kështu me radhë burgosët. Ku në burg e shën një ëndër. Domethënë duke qenë burg e shën një ëndër faraoni, mbreti i Egjiptit, e shën një ëndër se 7 lopë të thata, të zaifta, tu i hangër 7 lopë të trasha, të majme. Edhe ty kujt i shkon ndërmend se ai që i komenton ëndrat është më i mirë ai në burg që është Jusufi, se e burgosim ka pa drejtësisht, për shkak se s'pranon ai me bën zina me gruan e patronit vet, pronarit vet. Edhe marrin, kur e marrin edhe ja tregon thotë diçka thotë, kjo ëndër që kjo është një argument se edhe qafiri mundet me pa ëndra të vërteta. Nuk është paqare me kon shumë i mirë me pa ëndrën e vërtetë. Mundet njeri me kon gjunaqar, mundet mos me kon edhe musliman me pa ëndrën e vërtetë. Edhe thot Jusufi alayhis salam ka me pas fatësi të mëdha, ka me pas bereqet. Për çati duhesh me deponu dritin edhe grunin edhe ato për ushqim që janë, se kanë me ardhur 7 vjet ka me pas shumë bereqet. Mas 7 vjetëve ka me pas fatësi të mëdha. Për çat duhet me deponu. Edhe ai mahnitet me komentimin edhe çashtu ndodh. Edhe e ban Jusufin alayhis salam, çka e ban? E ban përgjegjës për, domethënë, depot e ushqimeve. Mirë, kur vin ato vitet e, domethënë, thatësisë, njerëzit që janë konë më larg, njerëzit që janë konë për shembull knena ka toka e Palestinës edhe rreth Egjiptit, kanë shkuar gjë në qendër, se Egjipti ka qenë qendër botërore, ka qenë vendit me civilizim, ka pas, domethënë, çka s'ka pas aty. Vin familja e Jusufit me lip, domethënë, me lip zgjidhje në Egjipt. E çati Jusufi alayhis salam i heton kështu. Është histori e gjatë. Mirë, po çka thot në fund Allah? Ata kur e shohin, domethënë kur e shohin, ato nuk e din kush është. Kim Lev e thot la tathriba aleikum. Edhe ju kallzon thot unë jam vllai juve. Edhe çka thot? Sot s'ka qortim për juve. La tathriba aleikum al-yawm, thot Allahu subhanahu wa taala. Yaghfirullahu lakum. Allahu ghafar. Wa huwa arhamur rahimin. Allahu është më i mëshirshëm për të gjithë të mëshirshmëve. Në fund, domethënë, me gjithë ato kanë ndesh me vrap, me gjithë se çfarë që kanë shkaktuar, me gjithë se baba i vet çat shumë ka qajt, domethënë Jakubi alayhis salam sa që është verbu nga qajtërit, se gjalin e vet, atë më të mirin, domethënë ja zhdukin. Edhe në fund Jusufi alayhis salam, për çat thënë dietarët, hakmarrja, domethënë kush se ka njerëzit e kanë përgjithë, dikush ta ka bënë të keqe, ki qef më një herë me ja kthi. Kjo nuk të lën rahat. Nuk është më e shëndetshme hakmarrja. Më e shëndetshme për shpirtin është me fal. Provojeni, ta ka bëu dikush në tjetër. Ja fal, i je më rahat, më i qetë, më i lumtur se sa me, domethënë, mu hakmarr. Me marr hak ndaj dikujt që ka bëu gabim, me dënu ata që ka gabuar diçka ndaj teje. Njerëzit që kanë zemër të madhe e dinë këtë, domethënë edhe e praktikojnë, domethënë.
Shihni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 13 vjet Mekë, çka nuk I kanë bë mushrikët. Aq sa një herë kon duke tu fal në Kabe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tu kon sejdë I marrin ato të mbrëmshme të therrin ato mushrik, dikush për mushrikëve aty afër, ato shtëpia të rreth Kabes I kanë pas. Mushrikët këtë rreth Kabes janë. E therr dikush një deve, edhe I marrin ato të mbrëmshme të plancin e zorët e kret, edhe ja gjujnë pejgamberit devës që janë shumë e madha, ajo duhet me kon. Ja gjujnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam krije. Po sa sharjet, sa nënçmimet, sa kërcënimet, derisa në fund e bëjnë atë marrëveshjen, domethënë e bëjnë atë marrëveshjen që me zgjedh për secilit fis ka një djalë të ri, me shku me mbyt, me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ban hijret për në Medinë. Ama çka s'ka pa? Do të thonë sa sharjet, sa nënçmimet, sa fyrit, sa rrahjet, sa pengesat, sa kokçarit, sa mërzia, do të thonë s'kan pas sen pa I bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas 8 vjetëve masi që vendosin ata me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkon në Medinë. Atje e bën ushtim. E ndodhin luftra, ndodh Bedri, ndodh Uhudi, ndodh lufta e dytë e Uhudit, ndodh Hendeku, ndodh marrëveshja e Hudejbijës, nuk e lën, ndodh pastaj domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ndodh me ata. Sa kur vjen viti 8 I hijretit, 8 vjet mas hijretit, në 20 Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr vesh se ata I kanë thënë marrëveshjen, se vitin e 6 e bani marrëveshje me mushrik, 10 vjetar në pushim. Edhe vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 10.000 ushtar në Mekë. Me 10.000 ushtar vjen në Mekë. Hin Mekë. Edhe I mlefsash, edhe mani fjalim aty të Qabja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një herë e pastron Qabën prej idhujve, prej fotografive, ka pas fotografi në Qabë, si thënë. A mrena jashtë nuk e di si duket mrena, se pi jashtë ka kon sa herë mbulume me ajo mbulesa quhet Kiswatul Kabe. Ajo mbulesa e Qabës. Sot e kësaj dite mbulesa është një procedurë shumë interesante. Ekziston një mini fabrik atje që një vjet e punon mbulesën e Qabës. Një vjet punojnë, si sa punëtor punojnë, edhe ja kushton bajgim me miliona, 5 milion, nëse s'ka boj 5 milion dollar, më duket, ose 5 milion rial kum haru, po punohet me dorë, këtë ajo e mëndafshta. Ama sa herë kanë pas këtë me mbulu Qabën, se Qabën e kanë nderuar shumë, xhamia e parë në tokë. Edhe arabët e kanë ditë mushrik se kanë diçka shumë të vlefshme. Domethënë, edhe shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Qabë dhe I thënë: "Çka mendoni tash kur dalin ato para, kush janë? Çato që çka si kanë bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nuk ju thot bahuni musliman. Kush për me vafal? Jo. Si ka kushzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot, çka mendojni se unë kam e bëu tash me juve? Ma dhannukum bi. Çka mendojni? Thën kerimun, ekhun kerimun, ibnu ekhin kerim. Njeri fisnik. Biri I një vllau ton fisnik. Familje mirë. Thot për nësam, idhhebu fe entumut tulaka, shkoni se jeni të lirë, krejt ju. Edhe kjo thënë djetarët, kjo është një ndoshta prej mrekullive që s'munët me bo kurkush përveç, s'munët këtë me bo përveç dikuj që është pejgamber. Me pati sjellën, kjo është me armiqt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë me armiqt ka qenë kaq I mirë. Ka qenë një person e ka pas emrin Thumame. Do të thonë ka qenë një person I cili e ka pas emrin Thumame ibn Ethal. Ki ka qenë zotni I fisit Beni Hanife. Ka jetu prej Medinës kur të nishës për ka ana e Riyadit, Nejd. Edhe është njohur si një prej dushmanëve më të mëdhenj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë s'ka lënë, do të thonë me fjalë, ka vrarë disa sahabe. Edhe një ditë e çon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është tregim I gjatë interesant këtij. E çon një grup njerëz shkojnë në zonë. Një ekspeditë ushtarake, një njësi ushtarake çon personë dhe kur e zon Thumamen. E zon Thumamen edhe e lidhin për një atë në Medinë e sjellin, e lidhin për një
shtill për shtillave të xhamisë. Edhe kur e sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shef se kia është Thumamja i njofshëm, ka konë me emën ai, se të Arabt ai i cili ka ditë me shujt poezi, ka konë i mençëm, atë çata e kanë bë, domethënë të parin e tyre. Thot Thumame, çka po thu Thumame? Çka a ki dini, si më thon tash me gjuhën e kësaj kohe, a ki dini koment Thumame, kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah i thot, o Muhammed, sa ju mushrik o kom. Thot me ekzekutu, me vra, ki drejt, se gjak për gjak, edhe unë e kam vra. Po nëse ti ma fal mu, ta di si ja fal njoni që të kam e ta ditë shiqirin që e ki fal. Wa in ta'fu an shakir. Kimi ja fal dikuj që kam e ta ditë. Nesër me 3 ditë e përsërit për jëmë, prap nesër, dhe Thumame, çka ka 3? Çka thu? Ato me nëzise kanë prit Thumamen të afrazen, se Thumame ja ka bo shumë gabim. Edhe mas tretës ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot lësheni Thumamen, shoh lirisht. E të shkot, ku dush, shkot të shtëpia jote. Thumamja largohet pak, shkon më një vend, ban gusull, e lan trupin edhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pasha Allahin, thot nuk ka pas njerë në ftyrën e tokës që ka qenë më i urryer për mua se sa ti. Mirë po tash se ka po, se pse i kanë marrë këto kur i kanë zonë rob, i kanë majt afër xhamisë. Se këta mushrikt e kanë pas se çish janë musliman ndërmjet vetë, se në xhami çati, në xhami hindil, si folin, si e respektojnë pejgamberin, si sillen me njëri tjetrin. Ai atje ka pa Islamin. Ka thonë nuk ka pas njerë më të rrirë të unë se sa ftyra jote. Tash nuk ka diçka më dashur për mua se sa ftyra jote. Thot feja jote, s'ka pas diçka më të rrirë të unë se sa feja jote, tash mas shumë t'je du fejnë tonë dhe s'ka pas vend më të rrirë se Medinja. Medinën kur e ndëgjojsha, Medinën e urrejsha, se ti jati. Tash thot nuk du mu largu për këtu. Veç nëse ka mundësi me mlan me shku me bon umre. Kur shkon në umre, me bon umre, ata mushrikt i thonë, pas ke lan fena, pas ke deviju, i thonë, sabat, dhe me ke bon i devjum. Thot, vallahi, nuk kam deviju, pa e kam pranu fene Muhammedit, Islami. E thot, prej sotin atana, nuk keni me pas asnit mirë, se me ke lit e këshim pas blej, dhe me thonë, grunin prej këti fisit. Thot, prej sotin atana, një kokër gruni s'kam ju mri juve, se unë jam me Muhammedin. Qish ka të me thonë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që të regon Allahu në Kur'an, njeri kur ta ban një të keqe, ti mund është me dënu, veç me bon, me pas forcë, me akthia të keqen me të mirë, kjo e ndryshon, dhe me thonë, e ndryshon 180 shkallë njeri. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, la tastawi sayyi'atu wal hasana, idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatan wa baghdha ka'annahu waliyyun hamim. Nuk është e barabartë e mira me të keqen. Ktheje të keqen me të mirë dhe do ta shohësh se mes teje dhe atij që ka një armiqësi të madhe, do të thonë ai armiku i do kthehet në një dashamir dhe një i afërt. Nëse ki mundësi për shembull dikuj, nëse do me zbut zjarrin e armiqësisë, zjarrin e urrëties, sidomos në raporte, domethënë vllazërore, në raporte farefisnore, në raporte, domethënë të keqen, për çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i ka mbajt lidhjet farefisnore ai i cili i mban lidhjet me ato që të respekton. Por lidhjet farefisnore i ka mbajt ai person i cili i mban lidhjet me një farefis i cili, domethënë, nuk të vjen edhe nuk të respekton. Të keqen me akthime të mirë. Mu të regu jo si kurse aj. Jo mu bo si kurse aj. Por, për qatë kjo është fuqia e morali që edhe dushmanin matë matë, nëse ki që kësi karakteri, dushmanin matë matë e këthen në një prej dashamirëve më të mëdhej. Ama kjo bëhet me sabër, kjo bëhet me falje, kjo bëhet me ahlak, kjo bëhet me mirësjellje,
Këtë zankat që janë, do me thonë, ne kemi zanka, jemi njerëz, takohemi me njerëz, shkojmë punë, kemi kujshi, kemi farefis, njerëzit folin, kritikojnë, do krijohet një lloj urrëtie. Nëse e përdorim që këtë virtit, do thonë njerëzit me i falë, njerëzit kanë me nis me dasht, kanë me të respektu ma shumë, se sa kur mundohesh me marr hak prej secilit, s'mundesh me marr hak prej secilit. Haki i vërtet edhe me pas 100% shariat, në një vend kur nuk mundesh me marr hakin. Për çat është edhe një rast edhe me këtë përfundoj se u bën 30 minuta. Është një rast në ka shumë, domethënë për faljen që janë kon sahabët, që janë kon, për shembull ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mana tona kon Ebu Bekri. Vjen njëri dhe ja nis me e shoh Ebu Bekrin me kritikume, edhe Ebu Bekri edhe pejgamberi të qesh, të buzqesh. Ebu Bekri e këshirë, që është ky po mshan, e këshirë pejgamberi veç të buzqesh. Edhe Ebu Bekri duron, edhe ja kthen atij. Jo ti e kështu, jo dhe. Edhe pejgamberi sa më nervozohet edhe del çohet pi atij largohet. Edhe Ebu Bekri tash shifke veten 100% në të drejtë. Është në drejtë, sa herë, domethënë ai e kritikoi, ai e shajte, ai e sulmoi pari. Edhe shkoi mas pejgamberit, thotë ja Rasulullah, a se po çka boni ai? Tha po, e posh. Derisa ti bëjshe sabër, ishte një melek afër teje, domethënë që i kundër përgjigjeje atij personit. Si ani se ti, domethënë më ia kthi, domethënë u paraqit atij në shejtan e unë s'du me nejt në një vend ku ka shejtan, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe çka pritet në këtë situatë? Çka pritet? Zjarmi me zjarm. Për çat muslimani edhe pse ka mundësi mu hakmar, edhe pse ka mundësi me ndëshku, domethënë karakteri i muslimanit është mu mundu, domethënë me fal nga fuqia, me fal nga pozicioni i të fortit. Kjo është ajo vlera, me fal nga pozicioni i të fortit. Jo me fal pse s'ki çka me bën. Se shpeshherë dikush bën fal se s'ka çka me bën tjetër, ose bën sabër se s'ka. Kjo nuk është, kjo është dobësi. Kjo është dobësi. Për çat me mendjemadhin për shembull, mendjemadhin kemi treguar këtë, me mendjemadhin nuk është karakteri i muslimanit mu tregu modest. Çashtu do me thonë edhe me zullumçarin, nuk është karakteri i muslimanit me zullumçar. Mirë po, ne flasim do me thonë për një shoqëri islame që besojnë Allahun, e besojnë pejgamberin, që e falin namazin, vim këtu në xhami, bim bashkarisht rreshtojmë në safi, bim sejdë Allahut, do me thonë agjerojmë bashk, falim namazin bashk, synojmë gjonat bashk, synojmë krejt një gjon, do me thonë që me shkutën me fitu xhenetin Allahut subhanahu wa taala, kështu që me këta vëllezër besimtar duhet mu tregu, do me thonë i moralshëm, duhet me tregu zemërgjan, duhet me ia fal njëri tjetrit gabimet nëse dëshirojmë që Allahu subhanahu wa taala me na fal neve. Allahu na fal krejve. Walhamdulillahi rabbil alamin.